për me të familiarizu, por edhe në anën tjetër me ditë edhe dikon për me respektu. E sot mu më vjen keq që në fakt veç për klikime bëhet gjithë shkapi. Pse duhet dhe me tonë anët negative, pse anët e këqia, pse anët e tërta, pse gjithë shkapin duhet me bo veç për një klikim, unë që ta nuk e kuptaj. Nuk jam prej atëve njerëzve që kom luftu për klikime, asë sot e kësaj dite nuk luftoj. Ata cilët faktikisht dojnë me ma pa emisionin, ma shohin emisionin, glabi që është. Jo pse duna me boni një skandal pa tjetër në përmjet emisionin, nuk kom ardhur deri këtu me as një skandal, edhe uroj që deri në frymin e fundit mos vi në televizion me skandale. Kështu që kjo. Pastaj dhe më thonë tek pjesa e emisioneve, pjesa e televizioneve. Sara e din fort mirë, Sara e mban fort mirë, ka qenë pjesë e imja, pjesë e emisionit. Jam prej ditës parë që kom fillu në televizion, edhe sot po e marrë ktheve një memorje, derisa unë po flas tash këto momente këtu e përmenda Sarën për shkak që e kom pasur në studio me Donën edhe me Erën e Dugaxhinit, po në fakt mu kthy memoria kur e bëjsha bashk Fllanzën, e bëjsha bashk Brikenën, e bëjsha bashk televizionit, dhe me thonë gazetarët e televizionit, edhe i kisha një studio. Pa marrë parasysh që ishim kolegë, unë edhe sot vazhdoj dhe me thonë njëjtë për me qenë pjesë studios.